Prej Kosovës në Barcelonë. Në ndeshjen Kosova-Zvicër ka shkëlqy. Loja e tij u kon e pastër me vetbesim, me lëvizje që nuk isha shpesh të një sulmues si ri. E çaja ndeshje nuk u kon thjesht ndeshje. Ai u kon momenti i duhur se në tribuna sipas mediave ndërkombëtare janë kon skautët e Barcelonës. E këtë ditë mediat evropiane kanë raportuar që Barcelona po e monitoron, ndërsa Bayerni veç e ka hapur fazën e bisedimeve të para. Vlera e tij e tregut është rreth 25 milionë euro. Shumë e madhe për një lojtar kaq të ri, por njëkohësisht plotësisht e merituar për performancave që i ka bë. Po flasim për Fisnik Aslanin, një djalë që s'ka bë zhurmë, s'ka bë show, veç ka punu, ka prit edhe ka shpërthy. Edhe në momentin që e ka vesh fanellën e Kosovës, e ka dhënë maksimumin. Bota e ka po, Barcelona e po, Bayern e po. Ky lajm s'ka të bëjë vetëm me një transfer të mundshëm, ka të bëjë me ato që e ndjejnë krejt, që pavarësisht sa i vogël është veni jon, talenti jon po deporton. Djem ton po luajnë në Evropë, po hyn në radar klubeve ku dikur veç i shikonin PlayStation, edhe kjo e bën që çdo fan si Kosovës me u ndi krenar, optimist e më i motivuar. Prej Kosovës në Barcelonë ndoshta në Bayern, s'ka rëndësi ku përfundon. Rëndësi ka që Fisnik Aslani e ka quajtur emrin e Kosovës te tavolinat e klubeve më të mëdha në botë. E jo çish po mendoni, a shihni më shumë stilin e Aslanit te Barcelona apo te Bayerni? Edhe mos harro, bëje follower ban e subscribe në YouTube.